إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد الله نزل جل فلندرم prej ti falë dhe ndim kërkojmë. Salavatët dhe selamat ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë dhe madhërojmë Allahun azza wa jall për mirësitë dhe begatitë e tij të mëdha, në veçanti për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit, që na bëjnë dobi në çastin dhe në momentin ku s'ka dobi nga madhjas nga evladi. Njerëzit për të arritur mirëqenien në jetë kanë perceptime të ndryshme dhe kanë qasje të ndryshme. Dikush mendon se kur do të e bën një pallat të madh, do të e gjejnë rahatin dhe mirëqenien e tij. E bën pallatin, por asgjë. Eufori derisa të e bën, qef, zell, aktivitet, po ta më mbaron, asgjë nuk po ndryshoj ka. Dikush mendon se mirëqenien e tij do të e gjejnë kur do të arrijë një post që e dëshiron. Mundohet, lodhet, angazhohet, jep kapacitetin e tij maksimal, sakrifikon më të shtrenjtën që e ka, e arrin atë, e shef se përsëri asgjë diçka e veçantë. E tjetri në pasuri, e arrinat dhe përsëri zhgënjim. E dikush në shfrenimin e epshit, e bën atë, e bën këtë, e bën atë, thënë gjitha rregulloret, gjitha parimet njerëzore, morale, fetare, dhe përsëri në gjenë zbrastir. Dhe përsëri nuk është i lumtur. Dhe përsëri nuk e gjenë qetësinë e tij. A tjetri mendon se me hec botën dhe me shku ku s'ka shku askush, do të gjenë diçka që se kanë të tjerit dhe do të gjejë prerjen e tij dhe qetësinë e tij shpirtërore, gjitha vendet e ecë, përsëri njëjtë. Andaj e pyetën njërin nga dietarët e selefit të parit ton dhe i thanë: "Ja fulan men ni'metul kubra." Tho filan, o ti dietar, o ti njëri i mirë, apo na tregon cila është begatia më e madhe që mund të e ketë një njeri. Ky s'ka as pallatet, as pasurit, as posti, as ajo, as kjo, as epshi. Tha ky njeri urtar në thënien e tij historike: "El afietu fa inni ra'aytu faqidaha la yamna'u bi'aish." Tha mirëqenja reale në raport me Zotin e Madh. Kjo është begatia më e madhe që njeriu mund të furnizohet me te, se e kum pa nga përvoja ime shumë vjeçare, se ai i cili s'ka raport të mirë me Allahun te bareke ve teala, s'ka mirëqenje të mirë me Zotin e Madh, ky njeri s'ka jetë. Ky njeri nuk ka jetë. La yamna'u bi'aishin. Ky s'knaqet me asgjë nga të mirat e kësaj dunjoje. Andaj dietarët thonë, mirëqenja në raport me Allahun te bareke ve teala e bën shtëpinë të rahatshme. E bën pasurinë të lezetshme. E bën udhëtimin të dobishëm të këndshëm. E bën jetën pozitive të mirë. Mirëqenja në raport me Allahun te bareke ve teala i jep shpirt gjithçka që i kemi na në këtë dunjë. Dhe njeriu e bën të lumtur. Historia e njerëzimit shënon shumë njerëz, edhe tani aktual, madje edhe tani janë të shumt. Shumë njerëz që kanë arritur kulminacion në pasuri, në post, në pushtet, në shfrenimin e epshit, kështu me radhë,
në fund vetë vrasi, se ne ka gjetë atë qelit. Në fund, pishmanlëk, badjava, kotë që i kam këta. Në fund, s'ka as këndrës vetës dhe shkruan qastët më të ronda dhe më të këqia të jetës së ti. Mirqenja në raport me Allahun Azza wa Jall i jep pojent jetës, i jep pojent shëndetit, i jep pojent edhe sëmundjes, i jep pojent rahatlëkit, i jep pojent edhe sprovës, e bën të ëmbël. Kjo është mirqenja reale në jetën tonë. Andaj, nga hadithet e ralla që i transmeton Ebu Bekri radiallahu anhu në hadithin sahih, thot Ebu Bekri radiallahu anhu, e ndëgjova pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: Salullaha al-afwa wal-afia, fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqini khayran min al-afia. E kam dëgju Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri shumë pak hadithe transmeton. Thot e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: kërkoni prej Allahut Azza wa Jall falje dhe mirëqenje, sepse nuk ka begati më të madhe pas imanit se sa Allahu me ta mundësu me pas ty mirëqenje. Kjo është begatia më e madhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo ditë që Allahu kishte fal, që zgjoheshte në mëngjes, e lutte Allahun Azza wa Jall dhe i thonte: Allahumma inni es'aluka al-afwa wal-afia. Kalonte ditën në mbrëmje zbinte me flet, pa i thonë Allahut Azza wa Jall: o Zoti jem, ty unë të kërkoj, të më falish mu, edhe me më dhonë mirëqenje. Me më dhonë mirëqenje në gjumë, në natë, në errësirë, me më dhonë mirëqenje në ditë, në dritë, dhe në jetë, në punë, në aktivitet, në adhurim, në ibadet, punë të mira, në takim, njerëzillok, shëndet. Dhe kështu me rafë si dua, shtua i ti. Mirqenja, el afje, i jep pojent dhe shpirt, gjdo sendit që i kemi në këtë dunjo. Gjdo sendit që shijojmë në këtë dunjo. Shifeni, shijimi është i njëjtë, sprova është e njëjtë. Të lashët të njerëzën këtë dunjoj kanë të njëjta, por ndryshe i shijon, i përjeton një njeri që Allahu e ka begatu me afijet, ndryshe i përjeton një njeri të cilën Allahu e ka ndëshku duke e marë këtë begati nga zemra e ti. Andaj shpesh, edhe na musliman të ankohemi me këte, kretë mire më qëtu diçka kanë. Kretë mira ti kena ma si në rahat diçka. Lafë që shpesherën dëgjem. Kretë i kemi kur gjos kemi. Këtë janë fjalë që i ndëgjem edhe nga vlezër besimtar, njerëz të mirë. Që me këtë sprovë balafaqohemi e që themi diçka. S'po koshia asë gjanë. Që kjo është ku të na humbe afijeti. Që kjo është ku të na humbe ky raport, kjo mirëqenje që du të lidhet me zemrën tonë dhe Allahu te bareke ve taala. Ky raport që është hynor, e që Allahu kënë e donë e begaton me këte, e që a qelë një palë sy dhe një dritare krejtësisht ndryshe të eshe jetën dhe të e percepton jetën. O vlezër, vallahi, gjitha këto të mira materiale, nuk mundën të jenë të mira dhe nuk kanë shije dhe pojent dhe nuk kanë shpirt dhe nuk kanë sens nëse na se kemi në regull mirëqenjen tonë me Allahun te bareke ve taala. Nëse nuk kemi afijet, rahatlëk, qetësi shpirtërore, këto këtë që janë. Dhe këte është duke dëshmu realiteti artificial në zamanin tonë shumë të rëndë të vështirë. Allahun e madh e lusim që neve të na jep falje dhe afijet. Allahumme inna nes'aluke al-afwa wal-afia. Allahumme inna nes'aluke al-afwa wal-afia. Allahumme inni es'aluke al-afwa wal-afia. Aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر
واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة